Numri i viktimave nga tërmeti shkatërues që goditi Myanmarin me 28 mars ka arritur në 3.354 të vdekur, 4.850 njerëz janë plagosur dhe 220 të tjerë janë zhdukur, njoftuan mediat shtetërore, ndërsa një zyrtar i OKB-s vizitues vlerësoi organizatat humanitare që ofrojnë ndihmë për të prekurit. Lufta civile ka zhvendosur më shumë se 3 milion njerëz dhe pasiguria ushqimore është e përhapur në më shumë se 1/3 e popullsisë së Myanmarit, që ka nevojë për ndihmë humanitare, sipas Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Kreu i zyrës së çështjeve humanitare të OKB-s e kaloi natën e së premtes në Mandalay, qyteti i dytë më i madh i Myanmarit, i cili është afër epiqendrës së tërmetit dhe magnitudë 7.7 ball. Në një postim në X përshëndeti guximin, aftësinë dhe vendosmërinë e punonjësve të ndihmës dhe punonjësve të ndihmës që po ndihmojnë të prekurit nga tërmeti. Shumë prej tyre kanë humbur gjithçka vetë dhe pavarësisht gjithçkaje vazhdojnë të mbështesin të mbijetuarit, theksoi ai. Zyra e Komisionerit të Lartë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njerëzit akuzoi juntën për kufizimin e aksesit të ndihmës në zonat e goditura nga tërmeti, banorët e të cilëve nuk e mbështesin atë. Ajo tha se po hetonte akuzat për 53 sulme nga junta kundër kundërshtarëve të saj, duke përfshirë sulmet ajrore, 16 prej të cilave u zhvilluan pas shpalljes së armpushimit.